Jam Rej Canka, 17 vjeç, artist dhe sipërmarrës, i fokusuar në fushën e vetëpërmirësimit dhe në ndërtimin e produkteve që ndihmojnë njerëzit në rrugën e zhvillimit personal. Ndërsa unë jam Thomas Frashëri, 17 vjeç, sipërmarrës dhe atlet i apasionuar pas fitnessit, duke ndërmarrë projekte që zhvillojnë energjinë dhe disiplinën. Në fillim të këtij viti, më lindi një pyetje e thjeshtë se pse aksesorët përdoren vetëm për pamje, për të dukur më mirë, kur mund t'i përdorim për të ndjerë më mirë dhe për të na ndihmuar të jemi më të shëndetshëm. Kjo pyetje kaq e thjeshtë nisi një proces të gjatë krijimtarie, dhe kështu lindi Hover. Ky është Hoveri, i cili nuk është vetëm një aksesor, por është një mjet përmirësimi dhe zhvillimi, i cili ndihmon njerëzit të afrohen në zhvillimin më të mirë të tyre. Ndryshe nga një smartwatch, Hoveri karikohet shumë më lehtë dhe nuk të bezdis në përdorimin e përditshëm. Nuk është thjesht një unaz, është si të kesh një trajner personal me vete kudo që shkon, që të mat produktivitetin, në sajt të cilësisë gjumit, niveleve të stresit, rajeve të zemrës, aktivitetit përditshëm, ecurinë, sporteve të ndryshme dhe më shumë. Hapi unë i radhës është të zgjerojnë ndikimin e Hoverit nëpër ekipet sportive si ato të basketbollit, futbollit dhe atletikës. Gjithashtu, synojmë të zhvillojmë Hoverin drejt Ballkanit dhe ta kthejmë atë si një mjet të aksesueshëm për çdo lloj grup moshe. Nëse do ta bësh tënden, mund ta porosisësh në websajtin www.myhover.store.